dita e 16 e grevës turisë, ku gjendja e grevistëve rëndohet çdo ditë. Por, me keqardhje po e them, qeveria hesht. Qeveri që është votuar me votën e popullit shqiptar për drejtuar këtë komb, hesht. Heshtja do të thotë që ju vdisni se ne nuk nga bjen nërmend për ju. Por sot i bëj thirrje Parlamentit shqiptar të ngrenë zërin, sepse kur komandoni ligu shkatrohet kombi. Të ngrenë zërin për të dënuar krimet e komunizmit dhe figurën e Enver Hoxhës. Të ngrenë zërin për këtë shtres që e ka vuajtur 50 vjet diktaturën dhe që vazhdon të vuajë dhe sot e kësaj dite. Ne sot do dalim me deklarat për të cilën është tragjike që vazhdon zhdukja e dosjeve atyre kriminalëve që sot janë në Parlamentin shqiptar, që kanë dënuar djemë dhe vajza shqiptare dhe hesht politika. Zgjohet politika, të zgjohen deputetët dhe të japim fund njëri për gjithmonë kësaj kauze që po ndodh sot në Shqipëri. Tashti le të themi, nuk besoj se ka gisht në këtë mes zoti Tahiri dhe Brau, se ata duhet të jenë mbrojtësit, garantuesit e kësaj demokracie. Po në këtë rast alternativat janë dy. Ose zoti Brau me Tahirin kanë zhdukur dosjen time pas akuzave të drejt për drejta që ju kanë bërë dhe nuk kanë pasur kurajën të japin përgjigje, ose Ministria e Punëve të Brendshme, jo që nuk garanton dot rendin dhe ligjin, po nuk garanton dot as arkivat e saj, nga zhduken dosjet e ish të dënuarve politik.